Sot më shumë se kur ka të mira materiale, ka ushqim të bollshëm, ka pije të mjaftueshme, ka pasuri të cilat do thot i kemi sot në përduar, të cilat prindrit tanë nuk i kanë pas, por sot hoxh nuk ka një harmoni, nuk ka lumturi, nuk ka bereqet. A jemi dëshmitarë se secili prej neve bën këtë pyetje. Edhe padyshim kjo pyetje është pyetje me vend. Asnjëherë nuk ka pas më shumë ushqim të mjaftueshëm. Asnjëherë nuk ka pas më shumë pije të freskëta, pije të mira. Asnjëherë nuk ka pas më shumë rroba të bukura të cilat neve i veshim dhe pajisemi me to. Këto gjëra elementare, prindrit tanë, ata cilët na edukuan dhe na shkolluan, nuk i kishin këto. Por të ta ishte një harmoni, ishte një dashuri, kishin bereqet më shumë familjet e tyre. A thu ku qëndron sekreti? Në kohën tonë edhe përballë gjithë tyre të mirave të cilat neve po i posedojmë, po i prekim, e po i kemi në dorën tonë, sot më shumë se kur ka njerëz të cilët kanë rënë në stres, kanë rënë në depresion. Do thot jeta e tyre ju ka bëhe mundimshme. Ajo që na do të flasim sot është ajo procednijet e nam popull bereqeti. Qa do thot fjala bereqet? Na shpesher mendojmë se bereqeti është vetëm diçka abstrakte, diçka cila veç si fjallë përdoret, ndërsa ajo nuk është se ekziston do të realisht në jetën tonë. Jo të nderuar vëllezër, Allahu ka përmend bereqetin Kur'an. Fjala bereqet është për arabishtës bereke. Bereke do thot shtim, rritje, do thot vazhdimsi. Një punë që punojnë a brenda ditës na merr këtë kohën. Nuk ka sjell Zoti bereqet në kohë. Sot elhamdulillah dhe xhamiat po janë të mbushura. Po kanë herë po i shohim se do të sigur është pak problem me namazin tonë, sikur nuk po ka ndikim namazi jon tamam, se namazi do të duhej të na largonte neve prej veseve të këqija. Po shohim ata cilët falen, por të bojnë anën tjetër dhe bojnë vepra të liga. Kush arrin bereqeti të zbret në familjen e tij, në pasurinë e tij, në shëndetin e tij, në adhurimin e tij, ai do të jetë burim i lumturisë. Prandaj shpesh herë shkaku pse s'kena na bereqet në jetën tonë është se ndoshta nuk e kemi besimin e drejtë ashtu siç që duhet. Pastaj, të nderuar vëllezër, prej gjërave që ndikon me na ushtu bereqeti në jetën tonë është falënderimi për të mira që t'i jep Zoti. Falënderimi ndaj Allahut, edhe falënderimi dhe mirënjohja edhe ndaj njerëzve. Sot mirat neve na ka jep Zoti, e sa pak jemi falënderues. Dikush me të nal rrugë, në kemik, në laps, në pije me të dhon dikush, sa falënderime t'ja bën atij, faleminderit, Zoti shpërblet të rrit nera, Zoti ta shto bereqetin. Po sot mirat na ka jep neve Zoti që na nuk jena mirënjohës dhe falënderues për to. Wallahin, wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Nuk ka kalkulator, nuk ka mjet llogaritës që do të i kalkulon dhe i llogarit mirat që neve na ka jep neve Zoti. Andaj si mendojmë të kemi bereqet nëse na nuk e falenderojmë Zotin? Allahu thot në surën Ibrahim, nëse ju jeni falënderues për të mirat që u jep, unë u ashtoj ato të mira. Ndërsa nëse jeni mohues, ta dini se dënimi është më shumë i dhëmshëm. Kështu është edhe mirënjohja me të tjerët. Nuk mundet me kon dikush falënderues ndaj Zotit nëse nuk i falënderon njerëzit. Sot burri ndaj gruas nuk është falënderues për të mirat që i ka. Fëmiu ndaj prindit për një gabim të vetëm, i harrojmë gjitha ato të mira që ata ne kanë bërë neve. Nëse dëshiron me pas bereqet në jetën tonë, mos kërko sasin, mos kërko vetëm me pas shumë, po kërkoj ato që ta marrësh me halal. Wallahi nga njerë 5 euro janë më të bereqetshme se 100 euro nëse i marrin në mënyrë jo të ndeshme dhe jo të lejuar. Dëgjoni gratë e sahabëve çaj këshilloni burrat e tyre. Burrat janë përgjegjës për mbajtjen e familjes. Burri është ai i cili e siguron furnizimin brenda në shtëpi. Shikoni kur dinin ata me kërku punë dhe me punu, gratë e sahabëve ja bënin një lutje atyre. Ju thoshin: "Nasbiru 'ala al-ju'i wala nasbiru 'ala an-nar." Tha keni frikë se na i durojnë varfërisë. Ma përpara jetojmë
edhe qëndrojmë të rritur se sa që i durojnë zjarët xhenemit. Zjarët xhenemit nuk i durojnë. Prandaj të kemi kujdes ta marrim pasurinë vetëm se me halal. Një peshkoqe që e rënon nuk ka bereqet në shtëpi është kamata, që sot është e përhapur shumë mesin këtu. Allahu ka thënë në Kur'an, yamhaqullahu riba. Ka thonë, nuk Zoti ka caktu asë një përfitim është me pas për i kamatës. Do të njëri e cili mundohet me marrë kamat, a i ndoshta ja mërmenja se është pasuru, po kur lumturi, kur rahati, kur qetësi nuk ka me pas një jetën e vetë. Ndërsa ajo që ka thonë, o jurbi sadakat, edhe i shton Zoti që Zoti qënë bereqet nëse japim sadak, nëse ju nimujnë atë tjerë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur përmendi atje për atë shitsin dhe blersin kur e bujnë kontratën e tyre, tha nëse janë të vërtet në ato që e thojnë ata, burike lahuma, Allahu ka më çu bereqet. Edhe shitsit edhe blersit, ata cilët e thojnë drejtë me njëri tjetrin, ndërsa nëse janë të padrejtë, nëse gënjejnë, nëse rrajnë, nëse mashtrojnë njëri tjetrin, Allahu tha çdo përfitim nuk ka më çu bereqet Zotin pasurinë e tyre. Këshilla ime e fundit është se na sot nuk kemi krizë, elhamdulillah, nuk kena krizë të bukës. Sot elhamdulillah nuk kena krizë të ujit të pijes. Sot neve kena krizë të bereqetit. Prandaj Allahu qoftë bereqet në familjet tona. Allahu qoftë bereqet në lidhjet tona me njëri tjetrin.